Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam ka treguar Abu Huraira radhiyallahu anhu se ka nxjerrë Imam Buhariu, ka thënë alayhi salatu wassalam, kush e akuzon argatin e vet, hizmetçarin e vet me zina, argati i dopt se merr hakin. Apo ti e ke zon gusht, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, yuqamu alayhi al-hadd yawm al-qiyamah. Kam gjikoset në ahiret ajeri. I vendoset dëshkimi në ahiret illa an yakuna kama qal. Veç nëse është ashtu siç ka thonë. Nëse e ka akuzuar hizmetçarin me hak, në rregull. Po e ka akuzuar pa hak, ai s'e ka marrë hakin e vet, apo ku e merr hakin? E merr përpara Zotit te bareke, përpara Zotit te bareke ve teala. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thirrë që tolerohet hizmetçari shumë. Tregon Abdullah ibn Omeri. Ibn Omeri, se një njeri ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i ka thënë: "Ja Rasulullah, unë e kam një hizmetçar, mban zullum. Unë kam një hizmetçar, mban zullum, ata goditi. Domthon, e përmendëm shpesh traditën edhe karakterin e arabëve. E pëmson shujti gjatë. Kjo përsëriti. Tha ja Rasulullah, e kam një hizmetçar, mban zullum, edhe s'u mungon, ata godas. Po ti më shoj shuplak." Atëherë pejgamberi nuk u përgjigj. Mandej pejgamberi alayhi salatu wassalam çka i tha? Tha jo. Tha a'fu anhu fi kulli yawmin 70 marra. Falja hizmetçarit ta gjatë çdo dite 70 herë, 70 gabime. Apo 70 herë. E tash njërin e ti numëroje. 70 herë. 70 gabime punëtorit. 70 gabime të lehta. Jo, domosdoshmë sa ai nuk është i Zotit asaj puna e meselë tjetër. Por nëse vao gabime të lehta, që se dëmtojnë tërësinë e punës, nuk e dëmtojnë ti prapë në foni e i knash, thu puna u ka krye. Po ti tu ka prish diçka qefi, s'osh miliar me mor hujum, apo kjo vlen edhe për evladë dhe për nipa dhe për krejt. Andaj tha alayhi salatu wassalam, falja 70 herë në ditë. E kanë komentuar disa dietar 70, disa kanë thonë shumë, fale shumë sepse ajo është hizmetçari e jot. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam ka treguar Anas ibn Malik radhiyallahu an se pejgamberi me hizmetçarin e vet u kon shumë i butë. Tregon Anasi radhiyallahu an, thot kur u bona hizmetçari pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot isha shumë i vogël, isha shumë i ri. Thot edhe kisha çef me lutje. Apo kisha çef me lut, me lut me njerëz, me fëmijë. Thot edhe një ditë për ditëve, thot pejgamberi më tha, a e ke kry, shko kry ma një punë. Tha unë e thash me veti, dhe bon ja kry ma vonë. Apo, ama tamam. Edhe thot, qysh ka shtu lujt, veç mërë për prapa, pejgamberi alayhi salatu wassalam. Edhe më kapi dhe më tha, ja Unais, e ka përgdhel. E ka imin Enes, i ka thonë, ja Unais. O Unais, as ma ke kry punëna? Tha i thash, që tash ja Rasulullah? E tash neve me në thonë që tash e dini pastaj. Po i ka thonë, thot, dhe s'kum pa dorë ma të butë se të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Apo e ka kap ka dale. Ka thonë, o Enes, as ma sonë se punëna? Thot, kur së më ka thonë, që kjo a di për ka ganar? Për prindër. Allahu gjitha thot, ola të kullehuma uffin. Mu që thuj prindëve a di një kërito? Zegjaran. Kërito jam bezdis për tije. E thot pejgamberi sam, kur së më ka thonë muhe, dhe kur së më ka thonë për dishka që kam thoj ke bane, e une se bajsha, se ke ba. E kur së më ka thonë dishka që mës me ba, e une kum ba, pse e ke ba. Thot, deri sa më qërtoj dikush pit mëdojve të sahabeve, edhe i tha, o Enes, ngoj e mër pejgamberin sa ke gripunën, ja ke gripunën, atër i tha me mësëm, leje, ti shkon kader ish sos. Qiko ti shka, a i mu pas kanë më sosa, që unë njëri thot, ka pas me marë mund 3, po që s'ka arë? S'ka arë? Qa me botash? A i ti shkon kader kish arë? Masit sosët kaderit, dush me thonë, ti shkon kader ti sos. A para kaderit munoju me sos punën. Ti munoju me sos punën. A kur ndodhe mo, që ti ndodhe shka, ndodhe fatkeci, shuj mo. Ban istikfar, ban fal, e kështu me ratë. A dojë thot, Anas ibn Malik, kjo ka qenë trajtimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj hizmetçarëve të vet. Edhe me këta e përfundojna, tregon Ebu Mes'ud el-Bedriu. Apo thot se pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka pas të urrejtur me errej robin.
Thot Aisha radiallahu anha, ma darabe Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khadiman lah, wala mra'atan, wala darabe bijedihi shay'a. Hadith ka zeli Imam Muslimi. Ka thënë sallallahu alaihi wasallam. Thot Aisha, kur pejgamberi sa s'ka çuar dorë mbi hizmeçar e as mbi gratë veta. Apo kur s'ka çuar dorë mbi gratë veta. Kush e ka kuptuar ajetin më mirë, godit në gratë juve? A pejgamberi sa më mirë, a njëri që ja e zëvetë goxhavur, apo thot e diu në çesosi punën. A di çka burrni? Me shumë me sos punën pa e morë shkopin hiç. Kjo burrni e madha me fjalë. Apo e kur tranon fjala, s'ka nevojë me morë shkopin. Kur tranon fjala, fjalën e ran. E çish me bë fjalën e ran kur fol pak. E kur shifën punët se e ki fjalën tran. Apo a disa njeri fol, po njës nuk e në menëm se do të folë vaj se ka fjalën e ran. Nuk ka dikush që ka fjalën e ran, se e ka jetën e ran, e ka jetën e urtë. A do të kur s'ka godit pejgamberi alayhis salam dhe kur s'ka ngjujt me dorë mbi dikan sallallahu alaihi wasallam. E dëgjoni tash këtë rast që e tregon Ebu Mesudi. Thotë kum pas një hizmeçar. Thotë edhe një ditë për ditë e mora thotë një saut. Sot një lëkur. Thotë edhe im shoqja. Ata që shtyhen kon. Edhe thotë e goditësha. Thotë edhe ardhi njëri për mas, thotë unë isha shumë nervoz. Thotë edhe më tha diçka. Thotë unë veç e nita i'lem ja Ebu Mesud. Dio Ebu Mesud mana tonë se nita. E kom pejgamberin për mas. Thotë edhe unë e vazhdova. Apo po godas, keni pa do kur e hupi kontrollin mo Allahu alem. Kur ktheu ata. Do duhet me intervenu me njerëz. Atëherë tha e gjujta shkopin, edhe kur e pash Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për mas. Çka i ka thënë? I ka thënë se më ka pas tradit me përsërit fjalën, e ka përsërit. Ka thënë dije o Ebu Mesud. Nuk ka Ibn Mesudi ki tjetër sahabi. Ebu Mesud el-Bedri. Thot, më tha, dije o Ebu Mesud, se Allahu a maj fort mbi tyje se ti mbi ketë. Edhe njëherë. Allahu a maj fort mbi tyje se ti mbi ketë. Ti shka mund është me mbi bajz me qarët? Rrejnë. Edhe, në fund, thu, prit pushoj pak. E Allahu gjelluala, kur ta shtijen dhe kanë gjenem, nuk thot prit pushoj në pak se u lodhëm të djekë. Po ju thot Allahu gjelluala banorëve të gjenemit, ikhse u fija u la tu kellimon, shuni atë edhe mos më falni hiç. Mas 80.000 vetëve, Maliku, kujdestari i gjenemit, tu kajt banorët të gjenemit, i dhënë, o Malik, thuj be Allahut në liroje pak, të morë në pak frim. Mas 80.000 vjetëve, ju thot, mas 80.000 vjetëve, ju thot, rrini ati kur s'kini me dalë, për qafirat. Shiko, Allahu nuk lodhët, Allahu gjelluala. Allahu kryon dhe nuk lodhët. A dhe shka do Ebu Mesud. Po me se Allah mbi ty e maj madh. Thot Ebu Mesudi, thash, vallaj, kur më shojnë dorë, mbi njeri. U kry. Kjo ka qenë prej traditës që minja kam u kry. Këta kanë të shëku prej traditave të arabëve. Pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mas kësajna, Ebu Mesudi ka thonë, ata liroj ja Rasulullah. Ata liroj tash, ta ndrejqi punën, e ka lirua. Ka thonë, shkoj je i lirë për hitë Allahu te bareke ve teala. I ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Ebu Mesud, sikur mos ta kishe lirua, të kish kap xhenemin. I ka thonë, emma law lam taf'al lalafahat kan-nar. Me mos me paslue gjithë këtë çutek jadhave. Ha? Të kish kap ajo flaka e xhenemit. Ngre. Nëse në xhenem tash jemi për me shpjegu xhenemin, xhenemi ka lloje ndryshme të zjarmit. Apo dikush degët me atë lafhan. A di çela lafha? A di zjarri kur kallët? A di aty lart që bëhet një lloj ngjyre e veçantë? Apo ajo flaka, aty nal. Jo mrejnë aty në zjarr. Ka dikush degët me ata. Andaj mëson ka kërku mbrojtje nga krejta zjarret e xhenemit. Allahu na ruaj nga zjarri i xhenemit. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam i tha, mos ta shlojshe, të kish ka flaka e xhenemit. Kish ka flaka e xhenemit. Gjithashtu Abdullah ibn Omeri në ditë për ditëve e liron një rob, edhe thot e merr një degë të vogël, edhe thot ky lirimi thot nuk vlen sa ç'kjo. Ato shëngon për shkak të pse? Ka thënë se e kam dëgjuar pejgamberin tonë sallallahu alajhi wasallam duke thënë, kush i mshon shuplak hizmeçarit vet, ha? Ka thënë shpagimi i kësaj është me e lirua. Domthon sigur ka isharet se e ka godit edhe e ka shluar. Pra nuk është ky shlim, ky lshim i atij lshimi që ka thënë Allahu ja lshoni, por i Allahu xhelalu ala.
Pra kjo është shpagim, te ke rre edhe e kelçu. Ki ka qenë trajtimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me izmeçartë e vet, edhe pejgamberi sallam para se me ndru jetë, e dini, e kemi përmendur shpesh këtë hadith, pejgamberi sallam kur ka ndru jetë, mëse se ka fol alayhi salatu wasalam, e ka thonë një fjalë dhe me ta ka dek. Cila ka qenë as-salat as-salat wa ma malakat aymanukum. Ka thonë alayhi salatu wasalam, namazin dhe izmeçartë e juve. Shkon ka ndru jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me çka fjali. Mohamed, namazin dhe kujdesi izmeçartë e juve. Dietar izmeçartë e kanë shti izmeçarin, punëtorin, grujen, ke çka ti ki sultan mbi ta. Ti më i fortë se ai. Po sa ka thonë kujdes me ata. Pse? I dobta. E lusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu na stolis me stolisjen e moraleve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.